Jemi sërish bashkë tani miq me të ftuarën e parë për ditën e sotme. Kam shumë kënaqësi të kem në studio Argjina Nagafcin. Mirë se erdhe. Mirë se u gjej, faleminderit shumë për ftesën. Shumë kënaqësi u bë më në fund ta realizojmë bisedën. Më në fund, kënaqësi e madhe. Shumë kënaqësi edhe për mua. Unë përmenda pak në fillim të emisionit termin zero waste. Ka një term të caktuar në gjuhën shqipe për zero waste? Se unë po tentoja ta përkthej, po disi Zero mbetje do të thoja, mbetje. Është përkthimi më i përshtatshëm, po. Zero mbetje. Po. Okej, po e shfrytëzojmë si të tillë, pra që të mos e shfrytëzoj në gjuhën angleze dhe ndoshta edhe te Strisha mund ta përmirësoj Eminia ta shkruaj zero mbetje. Ne shumë rrallë flasim për çështjet ekologjike. Përse mendon që sikur ja na shkalojnë pak, sikur nuk na duken aq të rëndësishme, ndërkohë na varet e gjithë jeta prej këtyre çështjeve? Absolutisht. Mendoj se gjithsesi duhet flitet më tepër në këto tema, nëse për asgjë tjetër të paktën publiku të jenë më mirë të informuar. Për shkak se gjithçka vjen nga informata. Kur shumica e njerëzve janë më mirë të informuar, atëherë gjithçka shkon më lehtë edhe ndryshimet bëhen më lehtë. Siç e thot Albert Einstein, sot nuk mundemi të bëjmë një ndryshim me mendjen e njëjtë me të cilën e kemi krijuar problemin. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që të flitet për këto tema, që të jenë të informuar të gjithë, që më pas të ndrojnë mënyrën se si mendojnë edhe qasjen e tyre ndaj këtyre temave, ndaj këtyre problematikave globale. Pikërisht. Ne e përmendëm zero mbetje, por çfarë do me thënë zero mbetje? Zero mbetje do të thotë funksionim i përditshëm me sa më pak mbetje, idealisht me zero mbetje. Kemi shumë shembuj në nivel botror të njerëzve të cilët realisht nuk bëjnë as pak mbetje ose një gavanoz mbetje në nivel familjar, në nivel vjetor. Që për ne ndoshta është e paperceptueshme, mirë po ja që është e mundur dhe ajo vje prej funksionimit personal, kolektiv, menaxhimit, do të thotë shtetëror, rajonal, të qytetit, janë gjitha të bëshme, po me vullnet dhe me planifikim të mirëfillt nga gjitha nivelet, për shkak se duhet të bëhet një modifikimi tërë sistemit. Ky koncept do të thotë që fillimisht pika parë është që të refuzojmë përdorimin e produkteve ku përdoren materje të pariciklueshme ose po edhe materje të riciklueshme për shkak se ato materje në të vërtetë pak reciklohen. Në nivel botror më pak se 10% e plastikës themi reciklohet. Duket se 8% ishte momentalisht. Do të thotë ky funksionim është të refuzojmë të përdorim produkte ushqimore, të përdorim produkte kozmetike, qese, të plastikës e kështu me radhë. Për shembull, nëpër markete shohim që gjitha produktet, pothuajse gjitha produktet kanë paketim me plastik. Orizi, pemët tani vinë në ashtu kanaqet plastikës, paketimet plastikës, dhe kur me mendojmë në nivel ditor, ne sa shumë përdorim plastik, është vërtet e çuditshme se unë për vete, kur kam nis të analizoj, e shoh që zgjojmë mëngjes, gjëja e parë që e bëj është do t'i laj dhëmbët, brusha e dhëmbëve është e plastikës. Kalladontit që e përdorim, është pasta e dhëmbëve, ashtu është paketimi plastikës e kështu me radhë. Jo vetëm që e përdorim çdo ditë edhe për paketim të ushqimit, edhe ruajtje të ushqimit, jo vetëm që bën dëm na bën dëm në shëndetin, po edhe në nivel global. Do të thotë të themi jo përdorimit këtyre produkteve. Në shumë shtete ka bank, using in a bank, nuk di si quhen këto, si thuhet në gjuhën shqipe, mirë po produktet si bizelet, si
orizi që e përmenda, ushqimet që janë më të forta, vendohen në kontejnerat të qilqit dhe njerëzit marrin, qytetarët marrin enë të tyre edhe i mbushin që mos përdoret plastik. Ose fundja përdoren qese të letrës, të cilat janë shumë më të leta për të reciklu. Fundja edhe nëse i lem jashtë të qëndrojnë një shi, ato i dekompozon, ato janë mënyra më të leta. E kështu me radhë tash mos të hy shumë thellë në këtë metodë, mirë po e para është të refuzojmë, e dyta është të reduktohet. Të reduktojmë ushqimin që nuk e ham. Është një statistik thotë se 1/3 nga ushqimi që prodhohet në nivel global hidhet. Do thotë jo vetëm që prodhimi i ushqimit bie deri në ngrohje globale për shkak të gjithë procesit, prej fermave deri tek shtëpitë tona, gjithë procesi është shumë i dëmshëm për ambientin jetësor. Po edhe në nivel personal, ajo do të thotë se secili nga ne kryesisht në Ballkan përafërsisht bën mbetje nga 1 kilogram në ditë. Imagjino, do me thënë, se ne kam përshtypjen sikur nuk e perceptojmë shumë këtë, sikur nuk e mendojmë se ku shkon ajo që hidhet. Po pra, kur e mendojnë në faktin që një pjesë e madhe e deponive janë ilegale dhe nuk janë të menaxhuara siç duhet, sipas asnjë standardit të duhur, nëse asgjë tjetër, gjithë dëmi që ju bëhet gjithë njerëzve që jetojnë përreth në afërsitë atyre deponive, po edhe nuk duhet të jenë aq afër se një erë i shtyn i bardh gjitha bakterjet, mikroorganizmat e dëmshme që na ndikojnë në shëndetin ton, por edhe këto materie pas një kohe relativisht të shkurtër dekompozohen, një pjesë e tyre dekompozohet, një pjesë e tyre mbetet, shkon depërton në thellësi të tokës, edhe aty bën dame shtesë. Edhe për shkak të damit që i bëhet tokës, do të thotë bëhet kontaminimi i tokës, po edhe bëhet kontaminimi i ujrave nëntoksor. Edhe si që e dim, shumica e ujrave të cilat ne i përdorim për pije, janë në të vërtet ujrat nëntoksor. Ato janë edhe në shtetin tonë, ne përdorim ujrat nëntoksor, për pije. Këto procese shkojnë shumë thellë edhe prandaj menaxhimi i tyre duhet të jetë në shumë nivele, që nga niveli personal, komunal, të qytetit, shtetit e kështu me radhë. E qartë. Kur flasim për zero mbetje, cilat janë disa mënyra të thjeshta për ta reduktuar përdorimin e plastikës në përgjithësi? Në përditshmërinë tonë, ka mënyra se si ne mund të jetojmë pa plastik? Po si jo, unë mendoj se të paktën mund ta sjellim deri në minimum atë shfrytëzim, edhe pse ky proces është në shikim të parë duket i vështirë, mirë po duke nisur praktika sikur të refuzojmë të blejmë shishet plastikës për ujë. Mos ta përdorim ujin nga shishet plastikës. Të përdorim termuse, nuk di si quhen këto kontejnerat, po. Termus besoj. Po. Nuk e di a ka shprehje tjetër, ashtu e përdorim ne. Ashtu, pra. Ato që janë të ripërdorshme, domethënë që i mbajmë me vete, po. Po, në për shumë kafene shoh tani se bile bëjnë zbritje për konsumuesit e pijeve që sjellin me vete termusat e vet ose gotat e tyre që të pinë, që të konsumojnë pijet e tyre, që është shumë gjë pozitive, po. Do doja të sugjeroj gjitha atyre që mendojnë se uji i pishëm është vetëm ai i cili përdoret për plastikave. Fillimisht i informoj se plastika pas një kohe liron materie të dëmshme për organizmin ton. Më pas, si shkon koha, ajo liron më tepër materie të dëmshme dhe do të thoja se mënyrë më efikase dhe më
E përshtatshme? Më e përshtatshme në këtë aspekt, faleminderit, është që të vendosin filtra në shtëpitë e tyre që të afiltroj ujin. Në këtë mënyrë do të kenë edhe më pak harxime për ujin, edhe më pak do të lodhen që t'i bartin gjithë ato, mos t'i bartin kryesisht, gjithë ato shishet të ujit në për shtëpitë e tyre, edhe normalisht është më e shëndetshme për ta. Mos përdorim qeset plastikës, edhe pse është e riciklueshme, shumë pak nga këto materie riciklohen. Te ne, në shtetin tonë shumë pak riciklohet, një për shkak se nuk ka sistem për riciklimin e mbetjeve, e dyta për shkak se aq pak materie ka nevoj të reciklohen, sa që shumica e tyre materjeve dërgojnë në shtetet tjera për të recikluar, e jo në shtetin tonë. Mosa kam parë vetëm letra është, ose nëse nuk jam gabim, të paktën kam parë për këtyre të letrave që më tepër... Ka të ne riciklohet edhe qelqi, edhe plastika, mirë po prapë do të them. Për shkak se nevoja për të riciklu është aqe vogël, këto edhe shumica e këtyre asë që riciklohen të ne, që është mëkat vërtet. Prandaj do të niset në shumë nivele ky funksionim. Të marrim qese të pëlhurës, të përdorim për blerje të ushqimeve, për bartje të gjanave, kur blejmë roba, do t'ishte shumë ndihmese madhe, po që se njerëzit do t'a konsideronin edhe second hand, të blejnë roba që janë veçma të përdorura, për shkak se edhe mbetjet që kryohen nga robat janë vërtet problem shumë i madh global. Është vërtet rande menaxhueshme në nivel botror. Po, industria e teshave duket sikur ka dalë nga kontrolli. Absolutisht, posaçërisht në këtë kohë të konsumit, konsumerizmit të tepërt, të panevojshëm, fillimisht duhet nisemi nga nevojat tona, po që se shohim në shtëpi se sa nga produktet tona nuk i përdorim në nivel ditor, javor, mujor, ose tepër rrallë i përdorim, është më mirë me gjas mos t'i blejmë as pak, në vend se t'i kemi. Po t'i kemi e mos t'i përdorim. Po edhe gjërat që i përdorim, të shohim deri në moment fundit a mund t'i riparojmë, a mund t'i përdorim për ndonjë gjë tjetër, në vend se t'i hedhim. Në momentin kur ato hidhen, kryesisht një pjesë e madhe e tyre mbeten në deponi, edhe aty varësisht prej materjeve, të thotë materjet nëse janë të përdorura për qëllime shëndetësore, ato janë mëse të dëmshme për ambientin, për gjithë njerëzit në rrethin, po edhe nëse bëhet fjalë për bateri, ose telefona, ose teknologji, ajo është ende më e dëmshme për shkak se mbas disa viteve veçma ato bëhen materje radioaktive dhe përsëri gjithë njerëzit që jetojnë në atë vend, në atë rrethin, do t'i pagojnë po pasojat nga ky mos menaxhim i mbetjeve. Mua më duket sikur kemi filluar disa kompani të jenë pak më të vetëdijshme, në kuptimin që tentojnë ose apo në paketimet e tyre shkruan që ky produkt është komplet i riciklueshëm, ose është komplet vegan, që edhe veganizmi në një farë mënyrë është pikërisht për mbrojtjen e ambientit dhe rënjen ose zvoglimin e produkteve që ne përdorim në mënyrë që të kemi zero mbetje. Mendon që po shkojmë drejt një hapi pozitiv ose ende jemi as ande as këndej, duke pasur parasysh apo unë shoh shumë shpesh ato videot me tesha të shumta të cilat janë të hedhura, të grumbulluara në një vend ose nuk e di. Industria e përmende, më fal, e ushqimit, e cila gjithashtu ndikon. Ku jemi në këtë drejtim?
së pari do desha vetëm ta përmendi një informat të rëndësishme në lidhje me atë pse njerëzit vegan ose vegetarian në të vërtetë ndihmojnë ambientin jetësor. Me vetë faktin që prodhimtaria e mishit është prodhimtari që me sasi të madhe bën ndotjen e ajrit, jo vetëm që nga momenti i rritjes të në kafshëve për konsumim ton, po edhe gjithë procesi i industrisë deri në momentin kur mbrin në tavolinën tonë. Kishte një statistik për ta bërë një hamburger, duhet të përdoren 15 litra ose më tepër litra ujë që 150 litra ujë që të vije deri në tavolinën tonë. Ajo është për ushqimin e kafshës, për rritjen, për procesin e përpunimit dhe deri në momentin kur vije në frigoriferat në markete dhe na pret neve që ta marrim. Tani të kthejmë te tema tjetër. Te pyetja jote. Nuk mendoj se mjafton. Normalisht që janë të mirë se ardhura gjitha këto iniciativa dhe uroj që të shpeshtohen sa më tepër që është e mundur. Mirë po do të thoja se niveli i vetëdijsimit te ne është akoma shumë i ulët. Për shkak se vazhdimisht kur i mendojmë këto tema, na shkon mendja te fakti që ne duhet të çojmë duar nga komfori jonë. Po, duhet të heqim dorë nga diçka. Po. Ose të paktën kështu e perceptojmë ne. Ashtu e perceptojmë ne, po. Ne e kemi shumë qejf komforin edhe thojmë në fund të ditës e kam këtë jetë dhe duhet ta shfrytëzoj maksimalisht, mirë po, në të vërtetë, nëse mirë analizojmë gjitha këto praktika, nuk është se ne humbim nga komfori jonë. Bile, gjitha praktika që bëhen nivel botror, nuk janë se ju kam humb njerëzve komforin. Mirë po, për kundrazi, ju arrit mundësin që t'jenë më të shëndetshëm, t'kenë jetë gjatësi më të madhe, edhe t'jenë më të lumtur. Nuk është vetëm në nivelin organik që ne nuk e kuptojmë që smuremi, po gjitha këto, ndotja ambientit në ndikon edhe në nivel psikologjik, në ndikon në jetën e përditshme. Në momentin kur gjitha këto procese rreth nesh do të ishin të paktën deri në një optimum të rregulluara, në secilin nivel do të rriteshte kualiteti i jetës tonë edhe i mirëqenies tonë. Absolutisht. Prandaj mendoj se piknisja edhe energjia me të cilën i mendojmë edhe i pranojmë këto gjana, i analizojmë, i perceptojmë këto gjëra, do t'jetë nga një pozit tjetër. Edhe prej ati momenti, mendoj se gjithçka shkon shumë më lehtë, edhe bile mund të marrim edhe statistikat e shohim në jetën tonë të përditshme, si ne po e ndihmojmë natyrën. Të shohim atë ecological carbon footprint, atë tani në shqip s'më kujtohet. Në shqip, si ta përkthejmë, footprint. Gjurma ekologjike, po gjurma e jonë ekologjike të jetë sa më e pak që është e mundur. Gjurma ekologjike, kur them, mendoj në dioksidin e karbonit, monoksidin e karbonit edhe gjitha gazrat serë të cilat lirohen në ambient për shkak të funksionimit tonë, për shkak të jetës tonë, për shkak se prej momentit kur zgjojmë nga gjumi, ndes dritën, nis ta përdor ujin e ngrohtë posaçërisht. Gjitha këto, ato lejnë gjurmë ekologjike normalisht negative në natyrën. Edhe në mirëqenien e gjithë biosistemit, ekosistemeve, këtu përfshirë dhe ne njerëzit. Kemi pasur ne një ambient më të shëndetshëm para ca vitesh, kur po nisem në gjeneratën e gjyshes time, ndoshta. Tjetër lloj jete, kam punuar fushën, kam pas shumë më tepër kohë jashtë, në kuptimin që edhe përdorimi i gjërave jashtë ka qenë goxha, se di,
i natyrshëm, nëse mundem të them kështu, është përdor dru zakonisht, është përdor metal, janë përdor disa materiale të cilat e kanë bërë jetën e tyre edhe më praktike, por nga ana tjetër edhe i kanë kontribuar ambientit. Kemi shkuar në përkatësim, e kam fjalën? Absolutisht. Vetë fakti që shumica nga familjet të ne përdorin më shumë se një makinë, edhe atë shumicat prej tyne nuk përdorin vetura hibride, themi, ose themi ekologjikisht më të përshtatshme, normalisht që edhe në shumë nivele, edhe për përdorimin e drurit që veç më përmende, edhe vetë fakti që kanë qenë më tepër në harmoni me natyrën, kanë kalu më tepër kohë në natyrë. Unë besoj se ata kanë pas edhe lidhje më të thellë me natyrën edhe kanë qenë më të falënderuar për gjitha resurset natyrore, atë që e kanë pas. Më parë nuk ka qenë as pak e çuditshme që të mbledhin ujin e shiut, që ta përdorin atë ujë për lulet, për të la diçka jashtë e kështu me radhë. Për ne ajo është e pa imagjinueshme, edhe për shkak të mënyrës se si jetojmë tani, dinamikës madhe, po edhe pjesërisht do të thoja se është do ta quaja mendje madhësi, sikur pse unë ta bëj këto, unë kam mjaftueshëm që ta harxoj ujin e botës, po nuk është aty poenta, është qëllimi që t'jemi sa më në harmoni me gjitha të mira që na rrethojnë, edhe më parë do të thoja se njerëzit kanë funksionu si pjesë e natyrës, si pjesë e gjithasaj, edhe në të vërtet ne jemi pjesë e gjithasaj. Mirë po vitet e fundit, për fat keq, edhe ky konsumerizmi ka bërë njeriun që, edhe kapitalizmi, e ka bërë njeriun të tillë që e mendon veten si mbi gjithçka dhe gjithkënd, edhe çdo gjallës në botë, edhe funksionon me parimin sikur gjithçka që na rrethon ekziston për mua. Po, sikur ne jemi qendra edhe gjithçka rrotullohet rreth nesh. Fatkeqësisht. Është përgjegjësi individuale mbrojtja e ambientit, ose është përgjegjësi shtetërore, e komuniteteve, grupore, si mund ta them ndryshe? Është edhe individuale edhe grupore. Edhe duhet të përputhen, duhet të ketë një menaxhim të përbashkët. Është një zinxhir, po thua. Po pra, për shkak se shpesh herë nxënësit mua më pyesin, okay, teacher, nëse dua unë të ricikloj, nuk e kam mundësinë. Këto qendrat për riciklimin e qelçit, për shembull, janë të pakta edhe ne duhet të ndezim veturën që t'i çojmë aty. Kështu që ndotim dy fish? Po pra, nuk është ajo. Pastaj thonë që ti ricikloj baterit, unë do t'i mbaj baterit edhe të shkoj në ndonjë prej marketeve që bën këtë reciklim, edhe pastaj ta bëj këtë. Unë do të sugjeroja që t'i hapim sy të mirë edhe të shohim shembull në marketin që është më së afërmi banesës tonë, para disa ditësh e vërejta që kishim vëndu aparat për reciklimin e plastikës, për shisheve të plastikës. Mirë po në përgjithësi kjo është e vështirë. Unë çfarë bëj, një shembull ta jap, ne në shtëpi riciklojmë, çfarë bëj unë i vendoj në qese të ndryshme, të ndara, edhe i lë anash, nuk i hedh të gjitha mbeturinat, po i lë anash, këto që janë për të riciklu, për shkak se jam e vetëdijshme që ka njerëz edhe vetë i kam pa njerëz që shkojnë dhe mbledhin prej kontenerve, materiale të riciklueshme dhe i çojnë në për fabrika. Edhe ata kanë një benefit të vogël, themi, nga gjitha ajo. Të paktën për shishet e plastikës. Unë tentoj ta bëj të paktën për plastik. Shumë mirë. Do t'i inkurajoja gjithë. Edhe pse, jo, pa problem. Edhe pse nuk është që kemi një mënyrë selektive shumë të qartë, si
duhet të selektohet edhe ku të dërgohet, sepse ne vazhdim të hedhim veturinat të gjitha në të njëjtin vend. Ka përshtypjen që kjo mënyra jona, me që qenë ka e të dyjave, funksionon ndonjëherë, se vërtet ka njerëz që mbledhin plastikë dhe më pas shkojnë edhe riciklojnë. Po pra, nëse vetëm gjysmën e aty në herëve kur i lëu nanash ato riciklohen, kam bërë një ndryshim të vogël. Kuptohet ajo shumë pak, në nivel ditor mundemi shumë gjana të bëjmë, jo vetëm për zero waste, por në shumë mënyra të ndikojmë me kursimin e energjisë elektrike, me përdorimin e poqeve, me jetëgjatësi më të madhe, me shfrytëzimin e ujit sa më pak të ngrohtë, themi, për t'i larë rrobat tona, për shfrytëzimin e pastrimit ton, të bëjmë dush më të shpejt, mos ta mbushim vaskën me ujë për të qëndruar aty me orë, për shkak se dihet shumë litra ujë harxhohen, shumë më shumë ujë, edhe atë i ngrohtë, të thotë jo vetëm që humbim ujin, po edhe për ngrohjen e atij ujit është harxhyr, ashtu energjinë elektrike, derisa i lajm dhëmbët ta ndalim çesmen, po, edhe shumë kështu mënyrat të cilat unë mundohem edhe fëmijëve të mi t'ju mësoj prej moshës së tyre, për tani ata veç më e dinë se uji do të kursehet, që drita do të fiken kur nuk i përdorim, edhe si shkon koha, normalisht ato do t'i mësojmë. Po, kjo duhet të ndodhë në secilën familje. A e mësojnë këtë në shkolla? Në shkollën ku punoj unë, për shkak se unë jam e di se jipet kështu rëndësi e veçantë për këto procese, të diskutojmë, të shohim, në shkolla tjera nuk jam e sigurt, do doja të di më tepër, shumë pyetje e mirë, do desha që të ketë ndonjë iniciativë që fëmijët të informohen sa më mirë, sa më thellë, janë gjëra thjeshta që mund t'i kuptojnë fëmijët që nga mosha më e re, themi prej 4 vjeç e tutje. Edhe në nivel, më falë se të përgjigjem kështu në pyetjen tënde, edhe normalisht kjo duhet të menaxhohet në nivel komunal, qytetar, kemi shumë të qytetit, jo qytetar, në nivel të qytetit. Kemi edhe shembuj shumë interesant, si San Francisco, si Ljubljana, që janë qytete ku vazhdimisht bëhen përparimet funksionimit që të vije deri te zero waste. Tani 80% i mbetjeve në San Francisco është i ricikluar, i ripërdorur. Ljubljana duket se në përqindje janë më ulët, mirë po, ka veç më shembuj të qyteteve që bëjnë praktika shumë interesante, shumë të vyshme, që mund t'i aplikojmë edhe ne në qytetin ton, pse jo, do të doja. Edhe do të desha të apeloj të gjithë njerëzit që mund të bëjnë një ndikim në këtë drejtim edhe në nivel pak më të lartë. A mendon që është gjithçka te edukimi? Ne i përmendëm fëmijët pak, po në përgjithësi na mungon edukimi për çështjet ekologjike. Nuk është që na ul dikush edhe na flet për këtë çështje. Ne po mësojmë vetëm nga dëshira. Kur kemi dëshirë të mësojmë. Përndryshe nuk është që dikush po na imponon mbi kokë këtë çështje. Të paktën për në Maqedoni po flas. Po, është e vërtet. Duhet ketë një sistem. Unë mendoj se duhet bile të ketë një lëndë e cila i mëson fëmijët që nga qerdhja për problematikat të ambientit jetësor, për mënyrat, për praktikat që ata mund t'i praktikojnë në përditshmërinë e tyre, për ndikimin e tyre në rrethinën e tyre, çfarë do të thot funksionimi i tyre, çfarë do të thot gjurma ekologjike e kështu me radhë. Absolutisht nuk duhet të vije deri te vullneti i prindit ose te vullneti një argjine që don ta plason një informat, duhet kjo të menaxhohet në nivel më të lartë edhe më vrullshëm.
Definitivisht. Argjina, ne kemi ardhur në fund të bisedës. Diçka për fund, një mesazh, një apel, një diçka që do ta japësh në fund të intervistës? Po, do ta ndaja me ju një proverb amerikane që mua shumë shpesh më kthehet në mendim. Edhe më ndihmon që t'jem sa më korekte për funksionimin tim edhe të njerëzve rreth meje ndaj ambientit jetësor. Thot, ambientin nuk e kemi trashëguar nga të parët tanë, nga paraardhësit tanë, por e kemi thuazuar nga pasardhësit tanë. Në këtë mënyrë e kuptojmë se vazhdimisht duhet të mendojmë që gjitha këto burime natyrore, resurse, gjitha të mira që i kemi, ne duhet të alëm edhe gjeneratave të ardhme, nuk duhet të mbarojnë me ne. Jo vetëm që duhet të alëm, po duhet minimum optimalisht të kenë kushtet që ne i gëzojmë sot, që edhe ata të mund të jetojnë një jetë të shëndetshme. Absolutisht. Unë të falenderoj shumë për këtë intervistë, tash e konsideroj shumë të rëndësishme të flasim pikërisht për çështje të cilat nuk i dëgjojmë shpesh, kështu që e vlerësoj shumë kohën tënde. Faleminderit shumë edhe ty Rita, ishte kënaqësi. Shumë kënaqësi edhe për mua.